Nga kush? Nga pushteti i ri që erdhi në Shqipëri, sepse ne konsiderojshim kuadro të ati sistemi, kuadro të sistemi në këtë do i zëvendëson dhe të kuadro natyrisht që erdhi. Mua më zëvendësoi një djalë shumë i mirë, Bashkim Kryeziu. Po dhe ai ishte, me ne ishte po, se s'kish ku të gjenin zanaçit të tillë dhe nujsa. Kështu që ishte një fushat që u ndërmuar atëherë. Ndoshta ishte dhe normale, për ndrojsh sistemi, duhet ndruar dhe infrastruktura, kuadro, gjitha. Qa bënde një komandant brigade kryesisht? Me qa merreshe? Më tregoj një pjesë të punës tënde. Po komandanti i brigadës ishte drejtonte gjithë aktivitet, gjithë nëndecet, shtabi, punojësit civil, gjithë çka, gjithë problemet. Çdo gjë varesh nga ai. Kishte probleme teknike të mëdha, probleme. Kështu që aty përplaseshin te komandanti, edhe ai me mundësi që kishte zgjidhte, si zgjidhte, i raportonte lartë, kështu tilla gjëra. Më tregoj një problem që keni pasur në këtë vend, që edhe keni zgjidhur ose nuk e keni zgjidhur dot. Jo, janë zgjidhur problemet, pjesërisht janë, nuk ka ngelur pa zgjidhur. Po ishin probleme të vështira. Nuk ishin ato kushte që ishin për Shaliman. Ishin probleme të vështira. Ishin probleme të vështira në krahasim me Pashalimanin, ëh? Sepse Pashalimani ishte në Pashalimani ishin brigadat ndese kishte zonat e saj ku bënde stërvitje, ku bënde diferentimin ndese, ku bënin lundrimet, ku bëj kështu. Edhe këtu nuk ka munguar, edhe këtu s'kan munguar kushtet, po. Ka qenë më të vështira, Pastaj rajonet luftarake në rast të lufte, në ndeset i kishim nga Sazarin deri Shëngjin. Nuk kishim këteja rajone. Rajonet luftarake ishin çdo ndesë kishte rajonin e tij të caktuar në det dhe me marrjen e sinjalit të alarmit zinte rajonin luftarak. Ndërsa këteja nuk ishin më larg rajon. Do të duhet sa të dilje nga gjiu Palermos, të zhyteshe, të ike në ujë, të zije rajoni, po rajoni do zihesh për një kohë më të gjatë, rajoni luftarak. Do të vonohesh. Prandaj them që nga pikpamja taktike e strategjike siç i quhenin ato kohë, nuk kishte ndonjë avantazh kjo bazë. Nuk kishte. Keni menduar që keni punuar kot? Jo, nuk mendoj që kemi punuar kot. Ne kemi sakrifikuar, ne ishim në shërbim të ADE-ut, në shërbim të vendit, në shërbim të këtyre ndeceve dhe të gjithë çka e kemi vënë rinin tonë në shërbim të këtyre. Nuk kemi pasur kur hezitim për të shërbyer dhe në sajt të këtij devocioni, këto ndece u mbajtën gjallë deri në vitin 92-93. Kur iku në ndecja e fundit nga këtu? Në 93 ishin shpërngulur brigada e ndeceve. Që doli urdhri e që vendosën. Ishin gjitha të armatimit. Shi edhe me beton special. Tunele ndihmë se komandant, ëh? Po, gjitha këto janë ambientet që lidhen me sistemi ajrimit. Ky është sistemi i famshëm i ajrimit. Ky përshkon gjithë tuneli. Gjithë tuneli, dhe tunelet asore dhe tunelet. Sistemi i ajrimit. Tashti ky ajrimi komandant, ecste në të gjithë bazën nga brenda? Si? Ky ajrimi vazhdon të kudo? Gjithë tuneli. Ansore dhe tuneli kryesor. Gjitha me sistem vendilimit. Qartë. Ja ku qeka
edhe kryesorit. Edhe çuditërisht këtu që ka më freskët se të gjithë vendet e tjera. Këto besoj kanë qenë dhoma për... Dhoma dhe për... Dhomë pas dhome, pas dhome të dhomës. Gjitha, komplet. Ambientet, dhe gjitha që ishin nevojshëm për majtjen e armatimit. Komandant, kjo I bie tjetë porta e dera e kësaj dhome, kaq të madhe, kaq të gjatë. Po, natyrisht. Janë të gjitha këtu kalon. Tani eja pak lutem më trego diçka? Po. Që ka shumë freskët këtu. Shishi që ka dhe me material mbrojtës, ë? Po. I veçantë, plastik, besoj? Po, është hequr, shqyrë. Po pse duhesh e mbrojtur me këtë lloj materiali? Çfarë mbahesh këtu? Po, do është një farë lagështie për ta evituar. Çfarë vendoseshin këtu? Pse janë të ndara këto? Kjo lagështi që shkoni? Po, e shoh, po. Pse janë të ndara kështu? Më trego pak lutem. Këto kanë qenë tako. Tako. Vendosesh si silurat, ja shqyrë do janë prishë. Vendosesh si silurat njëra me tjetër, këtu, tako, të gjitha, e kupto? Edhe merrte silurësh me vinç këtu, e ulte në këtë platformë që është në vagon. I keni përdorur ndonjëherë silurët, komandant? Silurat kemi bërë qitjen edhe Pashaliman. Pashaliman kemi bërë vazhdimisht qitje. Ku bëheshe? Ku gjuheshe drejtimi? Ku ishte? Apo në ujë? Në poligon. Në poligon? Unë për vete kam bërë gjatë karrierës time si komandant se kam bërë 5 qitje. 5 qitje me silur, por në Pashaliman, jo këte, kur ishim Pashaliman. Për këtë ka shumë histori, për këtë ka shumë vlera, për këtë ka patur shumë interes, dhe ka akoma. Është një ndër objektet e rralla, me plot gojën, edhe unë si gjenjer, si ndërtus, por dhe si ushtarak, e vlerësoj maksimalisht ndërtimin e atij objekti, i cili ai ka kostuar atë dheut Shqipërisë, por edhe ka vlerat e veta. Në puna, për fillimin e tij ka filluar rreth viteve si studimore, rreth viteve 66-67. Por fillimisht që ka fillu puna për hapjen e këtyre si objekteve ka fillu në vjeshtën e vitit 1972. Edhe një ndër ta që është edhe oficer akoma aktiv, Gjoxh Koçi, që punoi atje dhe punoi shumë vite. Ishte objekt shumë I rëndësishëm, bazë që në decet që do të streo, 4 cilurus fillimisht, pastaj u bë për kaloj me një urdhër të veçantë. Ish kryeministri Mehmet Çeu kaloi për u hapur tema tanë si kanal lundrus dhe të kalonin në Ndece. Ka hapja e kanalit lundrus ishte në 72. Provat e para janë bërë në 1986, që u hap tema tanë komplet tuneli, edhe u futën në Ndecet, me shumë vështërsi, me prova, me njerë, me krah, me të tërhequr, me ndezje motorin nga fundi, derisa u realizua që në Ndecet hynë brenda. 87-ën, 88-ën,
por baza është 88 përfundimisht. Pra një vit e ca aty jam bërë prova. Për hyrje, për dalje, për ankorim, për siguri, për ndezje, për ajrim, për furnizim, se nuk ishte vetëm ajo, po brenda do furnizohesh edhe me karburant, do furnizohesh edhe me ajrime, me ditha, do furnizohesh edhe me armatimin, edhe municionet të cilat ishin vendosur brenda në këtë objekt, edhe u realizua që ajo të bësh pavarësisht vështirësive që u krijuan, qoftë ekonomike, qoftë politike, qoftë ushtarake, se dhe në Ndece nuk ishin atë gjendje teknike të atyre viteve që ishin mas prishjes me rusët, por ato kishin nevojë shumë për shërbime, për gatishmëri, për riparim. Karriera ime në Palermo, pavarësisht se sa njëfja, po e filloj me janarin e vitit 1982 edhe largohem në vitin 1988. Unë, familjen, unë edhe shumë të tjere, unë e kështë në Vlorë. Kishtë edhe një marë, por pavarësisht vështërësisht që kishin familjet tona, ato nuk u tërhoqen asnjëherë. Oficerat tanë që punonin atje, kanë qenë atë kohë heronjë edhe janë edhe sot e kësaj dite. Regimenti jonë i Gjenjës që ishte, kur vajta unë ati gjeta gati një batalion që shkonde të 150-170 vetë, me ushtar, me kuadro, me civil, sepse në organik ishim edhe civila. Nuk bësh asnjë gjë pa mbështetjen me civila. Tjetër kishte në reparte mbështetëse, si që ishin në repartet e zdruktarisë, kompania e transportit, kishte kompania e shërbimeve që ishin. Pra shkonte goxha gati 200-250 vetë reparti, periuda vetëm në Porto Palermo. Se pastaj regimenti kishte reparte tjera, kishim një repart, një batalion e kishim në Vërmik, që mbulonte edhe Gusmarin, ndërtimin e valës që quhesh objekti RTS-s. Kishim Sazanin, që bënim tunelet për katrat, që ishin atje, dhe atje ishte një kompani autonome, po kompania shkonte te 90-100 deri 120 vetë, si mas nevojës dhe mundësisë që kishte. Kishte kompani tjetër punimes që bëheshin për prodhimet e nyjeve, të inertave, që ishte Ponimar, poligoni. Fillimisht ajo filloi për shtrëhimin e katrave lundrus, katrave që ishin të asaja. Pastaj, me kalimin e kohës, si thash, diku nga viti 77 ose 78, vete kryeministri Mehmet Shehu, edhe në mes të objektit je purdhër. Hapet tunelit të tema tanë, sepse këtu do bëhet jo për katra, por edhe për Ndecë. Tani më falë, unë jam gjenjer, jam ushtarak, edhe jam krenar që jam gjenjer. Edhe njëre për sëriz jam krenar për familjen që kryoma, për punën që kam punuar, për sakrificat që kam bërë unë për vetët time, si individet, si familje, por si unë jam të gjithë gjenjerët krenar që kam punuar. Edhe nuk duhet mohuar kjo duhet lërsuar, duhet respektuar këta njerëz. Të gjithë këta që bënë, që punuan, kanë atë vlerën e madhe të dashurisë që kishin. Dhe kur punonim atje, nuk pyesim fare për familjet se ku shkonim e ku vinim. Ishte viti 84-85. Ati da ka rënë në krye detyrës një mandator. Te një objekt që quhet shtata, ishte ditë shtune, ditë diele, ata do ikshin ditë e diel, dhe vete ditë e diel në mëngjes që të mbylli objektin e punës dhe të largohet. Gjatë aktivitetit atje, bie zë korrenti dhe ndrojet atje. Pra kemi qenë atër. Ky ishte civil nga kompania e montimit. Kurse rastet të tjera, mund të kemi, unë i kam evidentuar aty dhe me emra dhe pa emra dhe me vite dhe me mundësi dhe me shumë dashamirësi të kolegëve të mi që më kanë ndihmuar, që nga Mishim Topalli, Gjoxh Koçi, Plum Lamçe, Thoma Vaso, e shumë të tjerë të cilët kanë qenë
direkt atje dhe më kanë ndihmuar, kanë kontribuar për të nxjerrë këto. Atje e tërë këto vite të punës nuk i kalon më shumë se 4-5 veta të rënë në atje, në krye detyrës. Përfundimi, ta thash që ai gati për punë, për misionin që kishte, quhet viti 1988-89. Pastaj dihet se erdhi puna, u prish, u bë, por ai është i shkatërrimi i madh i vlerave muzeale të gjenjerëve shqiptarë. Aty në atë objekt punohesh 24 orë. Pra me 2 dhe 3 turne, me 2 turne as diskutohet njerë, po ku kishte edhe me 3 turne. Edhe se cili kishte punë vetë. Një komandër parti që quhet Gjoxh Koçi, që është atje dhe po të vëmë në Vlorë takojmë e bëjmë, ai fillonte punën në mëngjes dhe mbaronte 24 orë, 12 orë, po se po njërë, edhe bukën e harronte, por e hante ditën tjetër në mëngjes ose nuk e hante fare. Pra se cili kishte detyrën e vet. Teknika detyrën e vet, personeli inxhiniero teknik detyrën e vet. Transporti detyrën e vet. Transporti punëtorëve që fillonte nga Vunoj, nga Palasa, edhe në Bosh vinin në mëngjes të 7:30 ishin aty, në orën 8 bëhet rreshtimi. Bëhet rreshtimi gjithë, me rresht, me rregull, me disiplinë, me ndarje pune, po hekur jo, vinte nga jashtë. Për shembull, elementet e portave që ishin aty të gjitha erdhën nga jashtë, mbas e ke parë vetë janë atje. Të gjitha këto nuk mund të flas, sepse duhet një fal llogarie. Kam tjetër koleg, një zyditure që ka punuar topograf, 15 vjet. Bashkim Salillari, 15 vjet. Që kanë folur, kanë shkruar atje. Më duhet i mbyll pajisjet tani se nuk kanë nevojë për dritë. Edhe atyre u kanë rënë bateritë tashmë. Është i tuneli i bukur, është tepër joshës, është shumë magjik për nga përmasat e veta që ka. Ndoshta me gjithë beton që është derdhur këtu kot ose jo, mund të ishte mirë mbajtur ose mund të ishte krijuar një qytet i tërë nga fillimi ose mund të ishte futur disa njerëz në shtëpi. Megjithatë uroj që ardhmja e kësaj baze të Porto Palermos të kthehet në një joshje të bukur turistike që t'i shërbejë të gjithëve dhe ndoshta mund bëhet edhe një muze mes tashmes dhe të shkuarës. Do të shihemi në Amarkordin tjetër me njerëz që e kanë jetuar të shkuarën e tyre dhe që na e rrefejnë atë tani. Shikohet se çfarë është bërë këtu.